Mirëmëngjes të dashur peshor, do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi ka plot për të dhënë. Është krijesa që në norvegjisht e quhet troll. Krijesa të dashur ka shumë, por që për ta përmbledhur në një mesazh për sot, atë kryesore thotë: brenda teje jeton një pjesë që është ndjerë e përjashtuar, e turpshme ose lënduar, të dashur peshor. Nuk ka nevojë për ndëshkim, por për dritë dhe për qafim ajo pjesë. Frika nuk largohet duke e fshehur, por duke e dëgjuar. Të dashur peshor, ajo që po të frikson ndoshta është pjesa jote që po kërkon vëmendje. Nuk ka turp të ndjesh frikë, inat apo pasiguri. Turpi lind kur e mohojmë këtë ndjenje. Sot shikon brenda me butësi dhe pyet, çfarë pjesë të vetes po e përjashtoj? Sepse edhe krijesat, siç është kjo këtu, tan janë aty për të na mësuar si të jemi më të plot. Gjithsekush ka atë krijesën brenda, por të punojmë dhe ta përqafojmë, ta pranojmë ashtu siç është, të dashur peshor.